Piro Dhima është një prej 5 kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, biznesmen i suksesshëm në sektorin e turizmit. Ai ka vendosur të angazhohet në politik, duke kandiduar me logon e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Përfshirjen në politik dhe kandidimin si deputet, Dhima e cilëson si kontribut për zhvillimin e qarkut Gjirokastër. Mendova që unë mund të jap kontributin tim më mirë në politik për këtë qytet edhe për këtë qark që unë e dashuroj shumë, sepse unë këtu jam rritur, këtu jam lindur, këtu kam familjen time, këtu kam fëmijët e mi dhe dua që këta fëmijë dhe të gjithë fëmijët dhe prindrit e këtij qarku të Gjirokastrës të kenë një të ardhme. Me një përvojë disa vjeçare si administratori biznesit turistik, kandidati Dhima shprehet se puna e deritanishme do t'i shërbejë edhe në aktivitetin politik. Përvoja time si biznesmen dhe pikërisht në biznes e turizmit do të shërbej shumë, sepse unë e di se ku janë problematikat dhe ku është ajo pjesë që unë duat kontriboj, por jo vetëm në turizm, por në çdo fushë. Për biznesmenin e përfshirë në politik, Partia Socialiste është e vetmja forcë që garanton zhvillimin e vendit dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Besoj se e ardhmja dhe e nesërmja do të jetë shumë më e mirë dhe integrimi në Bashkimin Evropian do të na sjellë një erë të re dhe do të shkëputemi një herë përgjithmonë nga kohët e vjetra dhe progresi për qarkun dhe Gjirokastrën do të jetë i padiskutueshëm. Piro Dhima është zgjedhur një ndër kandidatët në listën e hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës.